If you're in deep shit, to refrain from answering. who the fuck do you think you were? Një seancë që pritej që të sillte përgjigje për pandeminë koronavirus, dëmin e vaksinave dhe masat e pakuptimta përfundoi me heshtje. I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution. It's catastrophically stupid. Ish drejtori i Institutit Amerikan për Alergjitë dhe Sëmundjet Infektive, Anthony Fauci, u paraqit përpara Komisionit të Senatit që po heton menaxhimin e pandemisë së COVID-19, por në vend të përgjigjeve, Fauci përsëriti 111 herë të njëjtën fjali, duke thirrur amendamentin e 5 të Kushtetutës Amerikane, i cili jep të drejtën që të mos përgjigjet nëse dëshmia mund ta vet inkriminojë. Me këshillën e avokatit tim refuzoj me respekt të përgjigjem, duke u bazuar në të drejtat e mia, sipas amendamentit të 5. Total crap. If you thought the vaccine wasn't something that you should take, Seanca kishte në fokus vendimet e marra gjatë pandemisë dhe rolin e Faucit në drejtimin e përgjigjes amerikane ndaj COVID-19. Përdorimi i amendamentit të 5 nuk përbën pranim faji dhe është një e drejtë kushtetuese në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, fakti që Fauci e përdori ato 111 herë ka ndezur debat fort politik dhe publik. A do dalin ndonjëherë të gjitha përgjigjet për menaxhimin e pandemisë dhe çfarë ishte ajo në të vërtetë? it is a total disgrace what you did to this country.